us together. Anywhere we go to, in this moment will you say it like you mean forever? No matter what we go through. Tre flamurit të përbashkuar me një dëshirë, një qëllim, të gjitha t'jen duke u betuar, të lidhit besën për shpëtim. Prej lufteve çaj i largohet, që është lidhur fra dëtar. Kush është burrë, nuk frikohet, po vdes si një dëshmor. Kush është burrë, nuk frikohet, po vdes si një dëshmor. Në dorë arë do t'i mbajmë, të mbrojmë adheu në çdo kënd. Të drejtat tona ne si ndajmë, kënduar miqë s'ka në vend. Se Zoti vërtetë me gojë, që këmbë shue për bide, po Shqipëria do të roje për të luftojmë ne. Po Shqipëria do të roje për të luftojmë ne. Ha mira, ka më bukur. Se unë knaqa. Qa Sa energjie. bukur. Më ka marrë malli për kohët kur këndonim himnin e flamurit në shkolla. Po, se ti ke qenë edhe në për kompeticione më të rëndësishme se Po, unë, se jo, unë deri ne te e shkolla. Ne kishim traditë, nuk e kishit ju? Përpara se Po, të fillonim patjetër çdo që të e kishim, këndonim himnin e patjetër. flamurit. Nuk e Po- di a bëjnë sot, por është gjë shumë e bukur. E bëjnë, patjetër që e bëjnë, siç e pe, Klea Huta Akademi na ka bërë një dhurat Performancë, po. për emisionin dhe ne falenderojmë shumë edhe Exona Ademin, Venera Lumanin për këtë ndihmë të jashtëzakonshme që na dha për emisionin. Ndërkohë Era, ti vjen nga një ditë e lodhshme, më saktë fundjavë e lodhshme. Në fakt është e lodhshme se Por edhe e bukur. Ka dhe shumë udhëtime brenda, por që është edhe shumë e bukur sepse ndjesia që të japin bashkëdhetarët tanë, të cilët jetojnë jashtë Shqipërisë, malli që kanë për vendlindjen dhe mënyra se si na presin kur shkojmë të këndojmë për ta është shumë e bukur. Ku ishe këtë radhë? Unë isha në Athinë, në fakt ishte një organizim i ambasadës shqiptare atje. Bëm 2 mbrëmje shumë të bukura, 2 mbrëmje gala, një për shqiptarët edhe një për të gjithë ambasadorët atje, me muzikë natyrisht Plot shqip. emocion. Dhe ishte shumë bukur sepse ishte shumë bukur të shikoje të gjithë që të dëgjonin muzikën shqipe, natyrisht ta kërcenin. Ne sot kemi zgjedhur të flasim për 28-29 nëntorin, por kemi zgjedhur të flasim në një format tjetër, vetëm këngë. për muzikën Po, po. dhe vetëm për këngët patriotike. Dhe Në kush ta më deu. mirë se Nuk e di. I fell so deep I wasn't wise. I let you in, I didn't read the signs. Oh, for a second it felt right. But maybe there ain't nobody. Maybe there ain't nobody. 'Cause in a second I forgot everything we went through. Tonight I'm dancing like I never had you. 'Cause I don't need nothing as long as I am with my crew. With my crew. I'm never near you. Let me take you to my galaxy. Say goodbye to all your wars. Close your eyes, I'll be your gravity. Mirë se vjen Ylli Baga. Mirë se vjedha Lori, mirë se vjedha Era, mirë se na erdhe. kënaqësi dhe gëzuar 28 edhe. nëntorin, ditën e flamurit, mbar shqiptarëve nëpër botë. Të ka munguar Shqipëria kur ishe në Athinë? Kur isha në Athinë, Se duhet themi që ke jetuar në Athinë. Tani nuk më mungon Shqipëria. se Jo, të ka sigurisht- munguar në ato vite? Pa, shumë, patjetër. Atëre nuk ishte ky emigrim që është sot, ishin kohë me vërtet shumë të vështira dhe me vërtet nuk vinim siç është tani koha, por malli për Adheun, malli për vendlindjen na bëri kaq shumë
Që u riktheve. Që u riktheva dhe që të këndoja kaq bukur për atë tim. Ti i këndon këngët sepse mendon që është dhe një formë ti jesh edhe më afër publikut, sidomos emigracionit, apo vërtet ti këtë e ke nisur sepse Mirë. I ndjen këto këngë, nga poezia, Kënga ime e parë që më vjen mallë për Tepelet, më vjen mallë për vendin tim. E këtu kuptohet dashuria për vendin tim. Kënga ime e parë mund të them përsëri ka qenë për atë vendin më të bukur në botë, që është Frashëri i Përmetit, që kam kënduar për Frashëllinë. Edhe me radhë fillova sa e dua Shqipërinë, lëmë zotëroj në këtë vend kaq të bukur. I këndova Vlorës historike, 28 nëndorit, 100 vjetorit pavarësisë. I këndova Toka ime e shenjtë. Do të bëhet Shqipëria. Më mundonte shumë fjala, ky vend nuk bëhet. Po kush ka thënë që nuk bëhet ky vend? Ja, ku jemi. Një mrekulli e Zotit. Vazhdoj të këndoj akoma. Vetëm në atë e ndjej veten mbret, sepse kështu është për të gjithë. Vazhdoj akoma dhe them flet Korabi me të mor. Dedikoj edhe këngë vëllezërve tanë nga veriu në jug. Dhe nuk ka më bukur. Ylli, kur krijon këngë, nga e merr frymëzimin më shumë, nga poezia apo nga muzika? Nga vija melodike. Do si E para është ku shkon më përpara, te poeti apo te kompozitori? Shkoj përpara te poeti. Dhe në fakt ti ke bashkëpunuar me shumë poet, por dy të cilët fatkeqësisht nuk jetojnë më, që është ata jetojnë në këngë. Jetojnë me këngët në trashëgiminë e pavdekshme që kanë lënë, është Jorgo Papinqi dhe Arben Duka. Në fakt do të kanë dhuruar, mendoj, këngët më të bukura që të repertorit tënd. Më shumë, ata më kanë dhuruar, por i kam kërkuar vetë edhe ata kur. Si ishte, le të themi, miqësia juaj, se patjetër që duhet të keni të qenë dhe shumë miq. Po, unë për herë të parë kam takuar tek lagja në të komuna Benin e Madh. Edhe doja i ta takoja edhe ka qenë vitit 2007-2008 mos gaboj. Por sinqerisht të them. Ishe dëgjuar për të apo kishe lexuar poezi? Por sinqerisht të them që kam takuar një njerëz të madh në këtë jetë. Të ka frymëzuar. Po ishte i shumë i madh. Nuk kish mundësi. Në mëngjes atë çoqja e jepja një temë, ai për 5 minuta ishte. E kthente në perl. Nuk e di. Fatkeqësisht që nuk jeton. Edhe fatkeqësisht sot ata poetë të mëdhenj, ta them të drejtën, na kanë lënë jetim. Tjetër gjë, profesor, unë kështu i flisja profesor Jurua, njeriu mirë, i thoshe këtë si e do që se do. Të gjithë këngëtarët që kanë punuar me këta poetë, në vërtet kanë qenë, kanë bërë hite, kanë qenë me fat. Kanë qenë me fat, edhe po i kërkojnë, është shumë vështirë, pavarësisht. Ne po flasim për talent. Po. Por gjithmonë unë kam gacmuar gjithmonë të madhin Arben Duka, sa që një ditë më thot, hajde bake se na plake. Erdha shoku Arbeni dhe shoku. Kishte bërë 5 tekste. Njeri më të bukur se tjetri. I thash, po figurë, mos je sëmur? Po qështë, jam sëmur. E po pinde ilaçet. Edhe më pëlqejnë 5 tekstet. Jevi bake, më thama, mere. Zdije këtë mere. I mora të qitë. I mori të pesta. I mora të pesta? I mora, më thama tani paguaj. Paguaj, më thashë, për sëmur kjo, se dhja se qa bëhet. I mori, më thama, bake, nuk vdes unë, më s'ki me rakë. Po shqyri, kur? Po jo, po ishte shumë i këndshëm. Ishte shumë i mirë. Nuk pisi, si mund ta përshkruaj atë poet madh. Njerëz të mirë në ratë të parë. Shumë i zgjuar. I ditur. Shumë i ditur. Kush është kënga më e bukur që mendon se Arben Duka të ka dhuruar për atë dheun? Për një vashë gjëra qi, sa e dua Shqipëri. Shumë e bukur. Do na këndosh një çik? Patjetër. Po kemi dhe një gitarist.
Patjetër ju do ta ftojmë kitaristin. Do ta ftojmë se kemi shumë të mirë. Ne sot për festë kemi më trakt. Ne nuk rrim Ne për të kënduar të kemi thirrur Rollit. Se nisem me shumë avash, po kur ne që kur të ftuam nuk e mendojmë dot ndryshe. Po nuk këndove. Jo, doja që mos përveç sa më ka bërë një këngë shumë të bukur. Më rënte një tip si të vurare. Kishe hapur degët baçe për baçe. Ishte vetëm një tekst që më ka dhuar bake merë thot se ky është për ty. I shumë tekst artistik. Shumë gjëra tjera, gjithsesi, unë do t'i kujtoj gjithmonë në çdo studio, bashkë me Erën, bashkë me kolegë, bashkë me artist, sepse janë ato vepra që ngelen. Para ata jetojnë, ata janë mes nesh, me ndjej. Ngelen tekstet, ngelet kënga. Arjan Gjicin të na shoqërojnë në kitarë dhe të këndojmë një nga perlat më të bukura të muzikës. Po mirë, sikur t'japim dorë trokitje Arjan. Jo, s'ka problem. Mirë mbrëm Arjan. Mirë se na vjen. Unë aty po prisja, po dëgjoja edhe bisedën nuk kënaqem. Unë çojmë në këmbë të njështër. Faleminderit shumë. Do unë prapë, jo se kënaqem dhe ne Arjan, se ylli nuk para del shumë në studio televizive dhe nga e hëna në të hënë në punë me zor kapesh. Dëgjoj me thënë të drejtën Olor, na mu desh një rrugë amerike që ti mbush mendjen. Edhe Era më thot ylli, më në fund do vi. Nuk e kapja dot moj. Jo se nuk donte, po ç'është e koha thonte. Ka shumë njerëz që unë përgjithsisht nuk e përshefin asnjëri. Por sidomos Erës e ka. Do flasim pas këngës. Po mirë ti fole para këngës. Ti s'fol kur duash. Ti se di, moj Shqipëri, pse të dua unë ty, për një lisë e për një krua, ku më mbeti mendja mua. Për një prak të bakës të pije, për një rap që më bën hir, për ca lule në livade, për një këngë, për një valle. Shqipëri moj të kam në, buke krip më ke dhënë, më dhe dashuri e shpres, më demër më dhe bes, oh ma një kam let me bor, kumblitja jetë me dor, për një vas një gjera shqip, sa e dua Shqipëri. O Shqipëri moj të kam në, buke krip më ke dhënë, më dhe dashuri e shpres, më dhe emër më dhe bes, oh ma një kam let me bor, kumblitja jetë me dor, për një vas një gjera shin, sa e dua Shqipëri. Bravo Arjan. Për një pyll me dritë e ves, dhe për fjallën mirë mëngjes, ku më flet toka si nëna, mirë dita dhe mi mbrëma, për blerimin e një pishe, një fole me dalla ndyshe, në që më linde mua, ti e di përse të dua. O Shqipëri moj të kam në, buke krip më ke dhënë, më dhe dashuri e shpres, më dhe emër më dhe bes, oh ma një ka më let me bo,
Mblidhja jetë me dorë për një vasë një gjera shinë, sa e dua Shqipëri. Shqipëri moj të kam në, nuk e krip më ke dhënë, më dhe dashuri e shpres, më dhe emër, më dhe bes, mallika manet me borë, ku mblidhja jetë me dorë, për një vas një gjera shinë, sa e dua Shqipëri. Nuk goja. Ta shylli më mirë këndon se sa flet. Edhe ti kush e di sa emocionohesh. Patjetër. Do ta bëj Mariani pak. Muzika shumë e bukur, për atë dhe unë flet, për festat jemi mbledhur. Jo, neve Çdo gjë në vendin. ne për festë mblidhemi gjithmonë, dhe kështu do mblidhemi. Nuk goja. Ylli, a ka ndodhur ndonjëherë që ke thënë boll, më nuk dua të merrem me muzikë? Sa të vdes jonja, nuk e them fjalë. S'ka kuptim jeta për mua, çetoj. Se mendon dot veten pa muzikë, fare. Po ne shiqysh. Ti bëhet fjalë çfarë? Të ngresh to kala, dhe pastaj thosh, mirë pafshim, ja, absolutisht. Nuk e lodhur kurrë. Po as kam për të lodhur ndonjëherë. Edhe kur këndon deri në 6 mëngjesit. Aty lodhesh pak. Aty edhe lodhesh. Po kur këndon deri në orën 2-3. Tani do na bësh në një këngë tjetër me Arianin apo ta lëm të lirë Arianin? Do bëjmë këngën 2 fjalë thoshte Ariani, ja sheshi. Oh, po. Ja, Dhe Medani. On fiksime kisha atë këngën. Po, mbeta përsëri tek i madhi Ben. Kishte lënë sa tekste, shikoj atë, vetëm na dhe e ndjej vetëm mbret. Të gjithë tekstit e Arbenit i rregulloja ndo pak. Se më thoshte bake teksti do pak. Edhe nga vetja. Që e parë, thoshte lind, rregulluar, po ai ishte i Do të paprekshëm. rregulluar detajet. E kam xhiruar në Tepele. Dhe them që kjo është një nga tjetër perli mia. Po më mirë ta dëgjojmë. Po, ne s'po flasim fare. Po jo, ti folë se ti kemi shumë të ndërë. Se i bërë të flasë Gjulio pastaj. Të gjithë ndërojnë, për më te për fat, vetëm natë unë jem real. Të gjithë ndërojnë, për më te për fat, vetëm natë unë jem real. Vetëm natë e ndjej vetëm bre, si shqiponje mali në folen e vet. Vetëm natë e ndjej vetëm bre, si shqiponje mali në folen e vet. Në ditët e mia, frymjo ere jugës, veç këtu më dua, dhe kurat e rrugës. Ecoj beguar, dhe më shpje atje, ty të kam në zemër, o shpirto më dhe. Vetëm natë e ndjej vetëm bre, si shqiponje mali në folen e vet. Vetëm natë e ndjej vetëm bre, si shqiponje mali në folen e vet. Sa bukur. Faleminderit shumë. Faleminderit. Na dhe shumë Vërtet këngë të emocion. bukura. Shumë Faleminderit shumë Arian. Arian, faleminderit Kënaqësi edhe shumë. për mua.
Gëzuar ja. Doris, A do bëjmë sa kanë tjera se po më pëlqen? Kemi Me kaq ca shumë biseda redaktorë që ka ylli, ne mund të rrimë gjithë natën këtu, po po ne mund të bëjmë diçka. duam që ta njohim E edhe mos e pak. bëni shaka tash do Ama jo, do jetë. Po që Doris me atë fjalë diku. Gëzuar Faleminderit. 28 nëntorin. Edhe ishte në. Faleminderit. Arjan, faleminderit shumë. Pavarësia. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Kënaqësi e madhe. Faleminderit. Pafshim. Mirupafshim. Ylli, Ne jemi 3-1 duar trokëta për Arjanin. Ylli, mbas kësaj këngë, më vjen natyrshëm një pyetje. Si e menaxhon gjithë këtë famë dhe kaq thjeshtësi që ti vazhdon e mban dhe të mbar. Unë e pash edhe kur hyre në studio, ishte shumë i thjeshtë duke i folur operatorëve, ne me dashuri era po, se era është motor po. po ta shikosh kur ka me mira veta përpara. Si është po menaxhohet njësoj. gjithë kjo famë? Shiko, fama nuk mbahet fama themu mbahet me të kënduar. Edhe ata që na duan, duhet t'i duam akoma më shumë. Edhe faleminderit që ekziston një publik kaq i mrekullueshëm që na do. Edhe di të them që jemi akoma borzëllin tek ata njerëz të mirë që na kanë shoqëruar e që na shoqërojnë akoma. Një faleminderit me dorën në zemër për ata dhe kjo është ajo e thjeshta gjë më e bukur, që kush e ka kuptuar. Se ka që nuk e kanë kuptuar. Lore, është një detaj e mbaj mend 10 kemi qenë në Gjirokastër bashk dhe ishim në shesh, natyrisht po performonim të dy me orkestrën tonë të mrekullueshme. Dola unë në skenë e para dhe pastaj do prezantoja yllin. Dhe nuk ishte nevojë ta prezantoja fare, sepse filloi i gjithë publiku një zëri, një jehon aq e bukur që të gjithë ylli, baka dhe në një moment tash do dalin në një rockstar. Ishte fiks si në ato koncertet nëpër stadiume gjigande që siç jemi mësuar për shembull, që jemi rritur me këto grupet e mëdha të rockut që bërtet një në korr gjithë stadiumin, dhe ajo nuk ndodh vetëm në rastin konkret që unë përmenda Gjirokastrën, po ndodh në të gjitha koncertet. Se ju ishit edhe në Amerikë, para një muaj keni qenë në Amerikë. Në të gjitha koncertet ku ne shkojmë, dashuria që publiku ka për yllin. Dashuria që ka publiku është shumë. Dhe ajo që ylli ka për publikun, domethënë këto të dyja një shkojnë marrëdhënie të lidhur bashkë. Që t'i jap të gjitha, kupton? E thash pak më parë. Dashuria e madhe është për Blyertin me atë këngën. Që jemi shumë i njohës. Po edhe se foli era për marrëdhënien që keni ju të dy në skenë, gjithandej, kudo bashk. Tani unë kam një pyetje, e ftove ti erën për duetet apo të ftoj era ty? Nuk ka rëndësi. Ka shumë rëndësi. Pa pse ka Po rëndësi? ka rëndësi se ka nga ato Ne bëjmë ato gjërat e bukura, nuk marrim audiencë. pushtete për këto gjëra, po thjesht ka qenë neve bashkë njihemi vite dhe vite dhe Po, vite. njihemi që na fin bashkë. Më ka pëlqyer zërierës. Shumë. E kam dalluar. Edhe ndaj punoj, më pëlqen, si ta them, nuk tua ta abuzojnë muzikë. Më pëlqen një artist e vërtet, që më pëlqen shumë njerëzit. Edhe këta e duan shumë publiku. Era ka një diçka, është si punë e yllit, që nuk mburë. Këtë nuk e shfaqet. I flet vetë puna. Por, kudo që shkojmë, njerëzit e duan shumë, ka krijuar një emër shumë të mirë. Është një kolege, është një artiste, është një shoqe, shumë e mirë që ne kemi vite, por këtu nuk ka historira që të tregojmë se përmes atij gëzimit që kemi sjell njerëzve, ne kemi patur ato pjesët tona. Por të drejtën me erën ja del shumë bukur, shumë. E komunikueshme. E mirë është, Tani kemi është çtemi. e mirë. Tani ta lëmë erën po. Unë edhe era, gjithmonë kur shkojmë ne vjen pranvera, vjen atmosfera. Po vjen atmosfera. Dëgjoj tani, Dina ke sjell tre objektet që unë dhe Lori të kërkuam. Kisha shumë objekte, por nga që unë jam s'punoj edhe pak vërnojmë për këto takimet edhe moj. Erdhe korrekt, duket erdhizor dhe i mirë. Manis tashti nga e para, po kam një pyetje që kam dashur ta them, të ta pyes, po gjithmonë veç na kjo e përditshme janë hutohemi. Dua të di përpara se të nisësh sendët, në fillim të karrierës tënde, përpara se ti të ishe ky që je sot. Kush ishe ti? Po Ylli Bara isha të sëri. Po isha një yll tjetër që ndërroja shumë
që t'isha këtu sot. Edhe unë kam filluar me që më pyeti, te ka lagja si vjetë që shkojmë bashkë në Poliçan. Edhe e kam filluar shumë shpejt, dikur isha 14 vjeç, 15 vjeç, bashkë me shokun tim. Edhe doja këngë shumë. Deri atëherë dëgjonim se atëherë nuk kishim as radio dhe dëgjonim. Në 6:30 kur futesh valët e Prishtinës dëgjonim këngë të bukura. Unë e kërkoja dhe thosha. E ke kërkuar fatin tënd. Por ne s'kishim asnjë lloj mundësie si sot. Kupton? Ne kem patur pora shumë të vështira që të bëja art, por gjithsesi ja dola. Kisha qef të bëjsha baterist, u bëra. Në fakt ashtu jemi njohur. Ashtu, ha? Unë kjo këndonte. Ylli ishte në grupin që edhe ti këndoje. Këndonte. Do të thënë edhe këndonte dhe të dyja një kohë. Edhe menaxhoja, isha edhe bënte edhe menaxhoja. Edhe po. Flasim për vitet 2000 që nuk ishte vitesh për koha të kënduar shumë shqiptarët atje. Që kishe edhe frikë. Patjetër. Edhe marrëdhënia që ishte. Normale era ka qenë me studime, edhe kanë qenë me lehtë, kurse ishin të studiuar. Për të punuar. Po unë s'kam patur frikë për të gjëra. Po këndonin tek ai lokal shqiptarëve çdo të diel, edhe që u njoftën. Më pëlqente shumë kur këndonte. Në fakt që një sekondë. Më ke ftuar. Po të kanë ftuar e qepa. Këndonte era më rrjedhës mirë në një anë një lëndin, sa bukur i këndonte këngët shqipe atë. E më bëri përshtypje, unë do ta marrim këtë thosha. Thosha aty organizatorët. E ke pikasur që na thin. Po ja, isha thënë. Edhe gjithmonë fitonte. Ylli, dua të të bëj një pyetje në fakt që ka dy momente kyçe në jetë. Momenti më i lumtur i jetës tënde, domethënë aty ku ke ndjerë vërtet emocion të fortë, dhe momenti më i trisht që ti mund të kesh kaluar në jetë. Po fillojmë nga trishta, se të na vi, se mbas dimrit vjen behare, e kemi kënduar këtë. Ka qenë një moment në 2004 që unë isha me shokët e mi që punoni, edhe rastisht na aksidentoi një makinë, na godet atje në punë, një shok më vdiq, unë për fat, atë shpëtova. Zoti Ishte shëruaj në një tjetër fat më të mirë për Po, ty. edhe them drejtën, kisha në mendjen time të bëja një diçka të bukur. Se më pyeti pak era kush ishem përpara, po unë mendoja për këngën deri atëherë, pa u bërë me këngë hitem. Që mendoja që duhet të bëja një këngë për Baba Tomorin. S'kisha shkuar në një Tomor, s'kishim lexuar shumë si mbas sistemit që kishin, por nga prindrit e mi, nga gjyshja ime, që gjithmonë kur pinte por thoshte për Baba Tomorin, Basaliu, i përdonin. Edhe nga prindrit pak. Po nuk e bëra, nuk e di pse nuk e bëra këtë këngë. Kam bërja 2 kaseta i flisin e atëre, me shokët e mi, flat ju njësh, tysh, po atje nuk e di pse nuk. Edhe, gjithsesi, unë jam mirë sot, Patjetër që po. edhe kjo këngë u bë dhe fat për mua faktikisht. Çfarë ke menduar në ato momente? Kur bëra aksidentin? Mendimi i parë që ke patur ndërmend? Se kam thënë me asnjë emision, po e them që shne vdesu dy baka. Shumë e thellë, vërtet. Kur shikojnë në ëndër që po, nuk e di se goditja që morëm neve ishte fatale dhe unë hoda kështu dhe nuk e di, kam goditur në autostradë, edhe aty kalonin ma unë, po dhe nuk e di se si, po këta kam thënë, këta e di. Ç'ne vdes Ylli Baka. S'kishte sens, se kështë do këndonte. Shumë e bukur. Gjithsesi, të shkuara të harruara, ti do më pyete për temën tjetër. Momenti më i lumtur. Më i lumtur atëherë deri sot, unë i lumtur kam qenë gjithmonë, edhe me familjen time të mrekullueshme, me fëmijët e mi, Nuk është me momenti Rozën. kur lindën 2 çuna? Se ti sot i ke 2 krah. Ka një vajzë përpara çunit. Kam një vajzë, po atëherë ka qenë koha e sikletit, sepse unë isha i aksidentuar, fëmijët kishin lindur. Ti je aksidentuar dhe fëmijët kanë qenë pak muajsh. Po, pak muajsh. Do të thënë gjithë bara, le të themi ra Rozës. Çfarë marrëdhënie ke me Rozën? Kush Roza për ty? Një yll. Një yll. Dhe të dëgjosh një burr që thot për gruan një yll, 2 shokë të mirë. Ajo i e bulën ty këngëve. A është Roza? Po pyet erën më mirë për... Dgjoj, di pse po va vësh re për shkakun unë nuk di çfarë të pyes nga që të shifa këto i Po ti di. di të gjitha. Po, Roza di që ka lënë më një anë, le të themi, punën e saj për të dedikuar familjes, sepse karriera jote zë shumë
orë jashtë shtëpisë, kështu që patjetër që duhet dikush që të kujdeset dhe mendoj që je një burr me shumë fat që ke një grua të tillë në krah. E njeft? Kush është atë? Ky është menaxheri i Toni. Ua, Shkëse është e bukur. ja të shikojmë çik sa të vegjël. E ruan këtë? Po këtu nuk është rea, për shembull. Kemi këtu re, janë më modër pse nxiton ti. Po nga 3 sende na pas ke sill të gjithë albumin. Gjithë fotot. Ishte shumë e madhe prandaj. Edhe këtu në... Ylli shfleton shpesh fotot? Po? Po ja i shfleton për t'i parë gjithë bashkës apo për të kujtuar se nga vjen? Se nga vim. Për t'u kthyer pas në kohë. Një sekond. Tani Ta lidh pak me... Këto e pajtja, po. Tani do Që na çuhet e sendet, po folëm për këtë. Ky është albumi im i parë. Këngët e vendit tim. Edhe me titull shoku, nuk e lash edhe pa titull. Këngët e vendit tim. Plot këngë, të gjitha këtu kanë qenë këngë shumë të bukura, edhe shumë ide. Atëherë punoja me Eurostar. Ke edhe një kasetofon, Kjo është kaseta jote e parë. Çfarë ndjesie ishte? Se në atë kohë të nxirje kasetë ishte qef i madh, kurse sot mund nxjerrin të gjithë këngë në YouTube. Okej, unë atëherë Do ndjesia kur dëgjoje zërin ton nëpër makinat e nuk kisha këtu. Unë isha jashtë. Po. Isha në Greqi e solla këtu albumin e parë, sollat Eurostarit. Edhe e pritën shumë mirë edhe në fillim ishin çik pa kompozi, do ecë, po kjo kasetë bëri nami. Bëri nami. Po. Prej kësaj kasete pastaj ka vjuar karriera jote. Tu filloi historia. Tani ti do po më kthem pak mbrapa. Çfarë historie filloi, më thuaj çik? Po historia e mirë e këngës po them. Historia e këngës. Na e zgjatni çik. Po pra, kjo ishte historia e këngës. Kurse këtu ishte thyer ky. Edhe e rregullova unë ti. Se unë e di sa mjeve për të rregulluar. Kishte një kastofon. Që unë e mbaja kudo që shkoja. Edhe mësoja këngët. Punon të sot? Punon si s'punon. Për nuk e di që ka bakteri. Edhe përvojnë. Pse jo? Tani ti incizoja apo dëgjoje këngë me këtë? Dëgjoja këngë. Edhe incizoja, po shkoja për studio. Kam qenë mjesht të dyja diçka. Ylli ti do doje të mbahesh mend si këngëtar i muzikës popullore apo patriotike? Po sikur ti bësh të dyja bashkë. Të dyja bashkë. Kemi gjë këtu, Xhulio. Po më falni, zonja zotërin, po nuk ka bateri. S'ka problem. Nuk E rëndësishme që punon. Me këtë. Ndoni. Kemi një surprizë sot për ty. Dikush do të përshëndesi. Era do afrohemi te Ylli? Po. Hajde, Ylli, hajde. Kam një njeri që ty nuk të shkon në mendje fare. Po që më shkon, do më mundojnë që ta gjej. Ore nuk të shkon në mend, dëgjoj mua. Mi dakord. Ne jam me ty për momentin. Përshëndetje Goca, përshëndetje zemër, përshëndetje Ylli. E di që ti nuk e pret të voice mesazh ose video mesazh nga mua. Thjesht është kënaqësi me të vërtetë të ndash momente, çaste. Mendoj se Zoti më ka dashur shumë që më ka dhënë ty në krah. Ka pas disa momente në jetë që shumë momente në jetë që më ke bërë krenare, por dua të shkoj pak në kohë, në 98 kur kemi qenë në Greqi. Një moment në një bisedë konvertimi që po flisnim, nuk i harroj sytë tu dhe thjesht qëndrimin që ti mbajte dhe duke më thënë me një vetbesim të plot tek vetja, duke më thënë që ke për ta mbajtur mend të roz një ditë, mua do më njohin të gjithë, do bëhem i famshëm. Dhe unë thjesht qesha nuk për atë moment, mbase në thonjza nuk të besova. Më vjen mirë kur unë të shoh dhe ka pas plot momente, koncertesh kur unë të shoqëroj dhe kur shoh gjithë njerëzit, gjithë brezin e ri të veçlit, që fëmijët që ti ke bërë
me vete të këndojnë këngët e tua. Jam me fat, për Zotin jam me fat që të njoh dhe të kam dhe mendoj që nuk jam me vetmja që do dua, po kur shikoj një mori njerëzish, domethënë që të duan, të adhurojnë dhe që këndojnë këngët e tua, besoj se ti arrit e ëndrrën tënde, që njerëzit të këndojnë këngët e tua, fëmijët e vegjël i kam parë në Skarpar kur kemi shënë, gjithë fëmijët këndonin këngët e tua. Uroj të t'japi lut Zotin vetëm shëndet të kesh. Patjetër hite sa më shumë, sa nuk ka se si mund të rishti ndryshe pa bërë hite. Nuk do jesh qet me veten. S'te përpat. Të mërtojmë dhe të gëzojmë fëmijët tanë. Frutin e jetës tanë. Të dua shumë. Paqë. Nuk e prisja? Jo, nuk e prisja. Po normal që më emocionova, se ishim me vërtet fjalë zemre. Po neve bashkë kemi ngritur të kala. Nuk e kam ngritur vetë. Edhe që po e trashëgojmë edhe me dy çunat. Me Markon e me Tonin. Janë producent të rinj, këngëtar, e sinqerisht shumë të suksesshëm, edhe brezi që po dëgjojnë. Na dëgjojmë bashkë të tre. Jo, më fal, të katër. Rea ju ka dalë një çik nga... Rea na ka dalë. Unë kam zbuluar që është fizioterapiste. Dgjoj, Rea ka dalë nga bota e artit, po na zgjidh hallet të tjera. Na zgjidh hallet të Kur tjera. jeni ju të lodhur, ka Kur jemi të lodhur na pret Po Rea. prapë neve jemi të bashkuar. Po. Kjo ka rëndësi. Bashkë me Rozën Krye. Pa, Roza Kapedane. Kapedane. Që mua më pëlqeu shumë ky emision. Ne u kënaqëm Juve u shumë. shkoft mbar. Edhe mua më pëlqeu shumë që më kemë marrë në një ditë shumë të bukur dhe historike. E meritonte. Nuk e dija, kam një këngëtar. Me muzikë kaq të bukur, kënduar kaq shumë. Nuk e lëm Kodër, Liçen, Mal, Kala. Fusha. Lumej, kala. Oqeaneve. Po oqean. Po, Është jetë bukur, është Tani- kujtimi i bukur. kush është tema e radhës? Tema e radhës, Na thuaj me një gjë çfarë ke në sirtar që do ta publikosh për shembull. Shumë shpejt. Në 10 orë ose nuk kam tani për tani, se ti e di që të them të vërtetën e gjithmonë të vërtetën, por unë tani nuk kam ndonjë gjë. Ende. E di pse? Sepse do të sjell përsëri diçka të bukur. E gjë e bukur do pak kohë. Po ne Por- të duam gjithmonë në muzikë, prandaj pyesim, se të Po, duam mirë, gjithkohës me gjëra të bukura. Po edhe unë nuk dua vonë. Po s'ka thuaj. mirë. Tani Me pak- ne me pak frena. Unë mendoj Ojudi që ne ti në bas këtij emisioni ti lëm publikut një dhuratë. Ashtu si ti ke qef, një këngë të cilën ti e ke risjell, një këngë shumë të bukur për Shqipërinë, do ta risjellim sot, Por ndryshe. shumë ndryshe. Edhe ta shumë bukur shohim. më duhet. Ne dhe fëmijët. Faleminderit shumë. Tonight I'm moving like Për ty ande më të bukurën kam me fuqinë e kësaj zemre do këndoj për këto male, për këto fushat të zjera, për këto vaku sot i lumtur për këto male, për këto fushat të zjera, për këto vaku sot i lumtur ngrihesh madhës ton si kështjelle pa mposhtur ti qëndron në mes dallras shka më rani ti vigan
super coole, mas posto riego Ma me stalkat, shkambrani vimigan. Super coole, mas posto riego All I need is us together. Anywhere we go to, in this moment will you say it like you mean forever? No matter what we go through, always gonna have you. All I need is us together. I know that you love me with everything we could be, holding on until forever. The only one that knows me, only one I wanna see. Let me take you to my galaxy. Say goodbye to all your wars.